Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Tregimi jon i radhës, beduini me ujë dhe dietari i njohur Ebu Hanife. Kur Ebu Hanife gjatë rrugës për në Mekë, duke kaluar në përshkret e tir, në një të nxehtë të padurueshëm, e kishte marrë rretja aq shumë sa që i ishte tharë fyti. Nga beduini që i kishte huazuar deven, kërkoi t'i jepte të pinte ujë nga ena e tij prej lëkure. Pa i shkuar mendja se ky beduin do ta refuzonte. Nuk ka asnjë pikë ujë falas, ju përgjigj beduini, por mund të ta shes edhe enën edhe ujin për një dukat të arit. Ebu Hanifja, të cilin aq fort e kishte kapluar etja, pranoi dhe i tha: "Mirë, ja një dukat, vetëm sille ujin." Beduini i futi të hollat i gëzuar në qesën e tij, kurse Imam Adhami mendoi me vete: "Gëzimi yt është i shkurtër, nuk do të zgjas shumë." Pas një kohe, Ebu Hanifja i nxori nga çanta e tij hurmat e Basrës, jashtëzakonisht të shijshme, dhe filloi të hante. I ofroi edhe beduinit disa sosh. Meqense beduini i hëngri me oreks, Ebu Hanifja i dha prap. Për shkak se hëngri shumë hurma dhe vapa e drekës kishte arritur kulmin, beduinin e kaploi etja aq shumë sa që nuk kishte rrugdalje tjetër përpos t'i kërkonte ujë Ebu Hanifes. Për ta shuar etjen, mirë po i erdhi turp, sepse para pak qastesh vet ai ja kishte shitur ujin. Mirë po, etjen nuk mund ta doronte dot. Prandaj, pa marrë parasysh se i shkonte fytyra, beduini megjithatë kërkoi nga Ebu Hanifja që t'i jepte ujë. "Tek unë çdo gëllnjek është nga një dukat", i tha Ebu Hanifja. Çdo gërçam. Beduini fatkeq ja dha dukatin që e kishte marrë prej tij, e Ebu Hanifja ja ktheu edhe enën edhe ujin. Dhe e mësoi që në të ardhmen të mos bëhej koprac dhe të mos i sprovonte të eturit me ujë.